Se vetë vendosja duhet me propozu Gleu Konjufsin dhe Fatmirën, e më nave kërku propozitës konsensuar. Kandidimi i Gleu Konjufsit se ka një farë para historie. Po s'ka para historie. E ka një para historie. Pse cila e para historia? Po ta abstrahojmë ato. E fatum kandidimin e zonjës Feridës Nuk e qini Feridën Rushitin para vendimit. Pajtona me ty. Nuk ka qenë menaxhimi mirë i kohës. Zonjën Feridë Rushiti ishdesh më lidhna me sitem. Me sitem. Një muaj më herë personi i fundit për me pajtu opozitën. Ajo i shkon derë me postin e presidentës si ato sepse ne e kemi një situatë politike shumë të polarizuar. Çështja e Meri, mendoj që kishte kontribuar shumë në shtensionimin e zotës. Vetëm një fjalë. Prof, kishte qenë sikur të ishte propozuar një kandidat që ka qenë pjesë e ushtrisë lirëtare të Kosovës. Nëse Kosova edhe buhet, është ka ballafaqohet me kriza se nuk janë ato partitë që vinë për partitë se s'kan partitë numra as vota as kuzhon. Po do të kishte qenë në ndershme, do të kishte qenë moralshme të jetë kandidat për president në Yemen që ka qenë pjesë e luftës. Pse s'jonord? Kush më ardh? Kush më ardh? Partitë opozitore. Se partitë opozitore mor. Pse jo? Pse më ardh? Sepse sikur kush e ka drejtën me propozu. Po Feridë Rushiti po e akuzojnë që ka qenë Feridë është shumë e mirë. Respekt për këtë punën e saj. Po ka njerëz pse se ka propozuar Vasfije Krasniqin për shemb. Hajde po shkojmë në Yemen, dvujtë